Pak vetë ndoshta kanë dëgjuar të flitet për fshatin Sin të Dibrës, vendi ku në majin e 605 viteve më parë ka lindur heroi kombëtar Gjergj Kasioti Skënderbeu. Fshati thuajse i panjohur gjëmon në çdo cep të tij nga legjendat e Kasiotëve, zotërve të shumë tokave në këto anë. Por përkundër historive të mbartura brez pas brezi, së bashku me krenarinë e banorëve të zonës nga Skënderbeu në Sin, ka mbetur vetëm një kthinë e harruar. Shumë zona në Shqipëri kanë pretenduar origjinën e tij, por studimet aullësishme të mbështetura më së shumti në memorandën e Gjon Muzakës, bashkosi Skënderbeu dhe kushuri i pari së shoqes Donikës, mbështetën një tezë të vetme, atë të origjinës dibrane të heroit kombëtar. Dikur quhej Sinj dhe së bashku me fshatin tjetër Gardhi Poshtëm, zotroheshin nga Pal Kastrioti, gjyshi i Skënderbeut. Heroi kombëtar ka lindur dhe ka kaluar vitet e para të fëmijës së tij, pikërisht këtu në këtë fshat, rreth 40 minuta nga qyteti i Peshkopis. Pas pranimit të tezës mbi origjinën dhe vendlindjen e tij, në vitin 1985, regjimi i kohës ngriti një muze pikërisht në Sin. Deri në fillim vitet 1990, për të kujdesej kundrejt pagesës nga shteti një prej banorëve të fshatit. Por kjo nuk zgjati shumë. Pas shkarkimit të tij diku nga 92-shi, muzeu nisi të atpjetën dhe gjithçka filloi të shkatrohej, duke e katandisur në këtë gjendje që është sot. Banorët e fshatit të thonë me mburje se janë pasardhës të Kastriotëve apo të luftëtarëve besnik që qëndroni krati. Por vrulli u pritet shpejt sapo i pyet për muzeun e heroit. Me fontet tona s'na rregullojmë, se me dëshirë kemi qef të bëjmë në më të mirë se sa të kërkues. Është e vështirë, thuajse e pamundur të gjesh qoftë edhe një send që t'i ketë shpëtuar kohës apo dorës shkatrimtare të njerëzit. Sipas banorëve, tashmë prej disa vitesh këtu nuk vjen më askush, përveç një vizitori të pazakont që duket këtu vetëm në pranverë. Le të vinë ta rregullojnë, ta bëjnë, të vinë ta shohin dhe turistë uj, e vena se kush mos, se ku ka qenë vendlinja Skënderbeut. Po këtu s'kan çfarë shohin. Pak ditë më parë u mbushën plot 605 vjet që prej lindjes së Skënderbeut, e në fshat nuk munguan të vinin për një ceremoni të vogël edhe shtetarët lokal, të cilët sipas banorëve, përveç fjalëve të rastit, nuk thanë asgjë më shumë. Ashtu siç erdhën edhe ikën, me sa duket, pa ju vrarë as pak syt nga gjendja e muzeut këtu në shtëpinë e heroit të madh. Se ky muzeu duhet me vënë dorë dikush, edhe të rindërtohet, të ketë lezet si muzeu, po kjo bëhet me qenë shpellë plumësh. Unë e kem idelet është më mirë se sa muzeu. Jehona e dëshirave të paskrupullta politike e mediatike, të qarqeve të caktuara që synojnë ta kthejnë Skënderbeun një herë në serboslav, një herë në grek e një herë në turk, ka mbërritur edhe këtu, në Sinën e vogël. Po folin vende të tjera që duhen ta morrin Skënderbeun, duhet të jetë krenar dhe oni gjë të preshmume, të prenerume për brezin tonë e në brezat e arshëm. Dhjetra historian, publicist e shkrimtar të huaj e shqiptar, kanë shkruar për Skënderbeun, duke kthyer figurën e tij në një mit që kalon kufijtë e Shqipërisë. Jehon që sigurisht me pak kujdes do mund ta kthente në një destinacion historik me vlera të rralla edhe fshatin e tij të lindjes, ku kaloi thuajse 9 vite të fëmirisë e ku vazhduan të jetonin kastriotët. Pikërisht në këto vise u kthye Skënderbeu pasi u largua nga ushtria osmane, që këtu së bashku me kalorësit e tij u nis drejt Krujës, ku ngriti flamurin me zhgabën dy krenare. Nga Sina sot e harruar, nisën 25 vitet, ndoshta më të lavdishme të kombit shqiptar. Dëshira ime për fshatin dhe jona për fshatin Sin do të ishte që muzeumi të rikonstruktoj dhe një person për ta mirëmarrë, të rregullojë rruga. Atëherë kjo e mundësinë që edhe turistët të vinë, njerëzit të vinë lirisht, të vinë me mjetë, të vinë me se ai ka qenë një burr shteti që me një fjalë Skënderbeu s'ka më. Një Skënderbeu ka qenë. Por në ndryshim nga Skënderbeu, një burr që luftoi për të patur një shtet të shqiptarëve, udhëheqësit e sotëm të Shqipërisë, vështirë se do të mbeten në histori si burra shteti, por si prijes principatash që luftojnë njëri tjetrin vetëm për pushtet personal.